Pas aksidentit që i mori jetën 2 fëmijëve në Durrës, ka reaguar policia e shtetit. Ngjarja po hetohet nga autoritetet dhe sipas të dhënave paraprake nga policia dhe burime në terren, automjeti i përfshirë në aksident drejtohej nga Nikol Radaçi, 57 vjeç, i cili sipas hetimeve ka qenë në gjendje të dehur në momentin e përplasjes. Viktimat ishin të mitur dhe kishin lidhje familjare me njëri tjetrin. Banorët e zonës kanë deklaruar se drejtuesi i mjetit njihej për sjellje problematike në timon, megjithse nuk rezultojnë kallëzime të mëparshme zyrtare për të gjatë këtij viti. Pas ngjarjes së rënd, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka marrë masa të menjëhershme administrative, duke pezulluar nga detyra 3 drejtues të policisë në Durrës për performancë të dobët në përmbushjen e detyrave. Përkatësisht drejtorin e policisë së Durrësit, Afrim Tafa, zëvendës drejtorin për rendin dhe sigurinë publike, Zia Sulaj, shefin e sektorit të policisë rrugore, Kreshnik Skëndo. Paralelisht, është ngritur një grup ekspertësh nga policia rrugore për të analizuar në detaje shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor për të verifikuar nëse ka përgjegjësi nga punonjësit e policisë në këtë rast.